Në studion tonë rikthehet Ardim Badivuku me të cilin së bashku do t'i shpalosim të gjitha detajet sa i përket edicionit të radhës së festivalit Unum, një ngjarje kjo e përveçme që mbahet tash sa vjet në Shëngjin. Do ta shpalosim pra kështu pak nga pak programin e këtij edicioni. Ardim, faleminderit shumë që u riktheve në Ekspres. Ju më tregu që do të rikthejmë shumë shpejt. Faleminderit shumë për ftesën, kënaqësi si gjithmonë. Atëherë po afrohen datat për me u mbajt Unumi i radhës, prej 4 qershorit deri më 8 qershor do të jenë datat kur mbahet festivali në Shëngjin. Na tregojeni gati për këtë edicion dhe me i prit gjithë mysafirët. Po gati si jemi, po jemi duke u përgatit. Si që edhe te, Unumi shënon edicionin e 7 të këtij viti, të vitit 2026, si gjithmonë në Shëngjin të Shqipërisë, duke u mundu që të promovohet veriu i turizmit të Shqipërisë, bukuria e Ranës së Hedhur, Shëngjinit, Lezhës dhe gjithë rrethinës të asaj zone, duke sjellë DJ-t më të mëdhenj të muzikës elektronike dhe në këtë mënyrë duke thithë shumë turistë nga gjithë bota për ta vizituar Shqipërinë, për të festuar gjatë festivalit edhe për të sjellë dhuruar eksperiencat veçanta. Patjetër, po të shpalosim pak më në detaje programin e festivalit. Çfarë ka më pas të përfshirë gjatë këtyre 5 natëve në 3 skenat e ndara të Unumit dhe çfarë ka më karakterizu festivalin sipas teje si vjet? Për mu, si vjetë e karakterizon pak ndryshimi i stegjeve, ndryshimi i programit, sjellja e emrave të ri në program, si që është Endmi, i cili vjen për herë të parë në Unum, i cili vjen nga një label shumë i njohur Kind Music, ku për momentin janë treshja më në industrinë e muzikës, me hitet e tyre dhe me performancat e tyre në të gjithë botën si një Ibiza, në Tulum, Mykonos e kështu me radhë. Dërsa njëri antar i tyre performon për herë të parë në Unum, në main stage. Pastaj është Banklock, një artist nga Gjermania, cili rikthehet në Unum, por rikthehet në beat stage me një set apo me një performancë krejtësisht ndryshe. Është DJ Tennis, janë Prospa, janë Romonë Tërare Shpriku, Cap, si dhe shumë të tjerë. Dhe më thonë, risia të tërë është Beach Stage, që ka një program krejtësisht ndryshe, edhe risi në këto 2-3 vjetë e fundit është që na kanë bashkanë gjithë disa bashkë-organizatorë nga Anglia, dhe ata po bëjnë shtojnë namin në për gjithë Evropën me PR-in dhe marketingun e tyre, duke mundu që ta shpërdojnë fjallën Unum dhe festivalin Unum, për ta vizituar edhe në këtë mënyrë që të promovohet turizmi i Shqipërisë, Tirana, Kosova, i gjithë rajonin, domethënë që rrethon Shqipërinë, Kosovën e kështu me radhë. Ti tregove që Endmi performon për herë të parë, po në momentin që po besoj keni kontaktuar, tashmë kishte njohuri për Unumin, kishte dëgjuar për këtë ngjarje si festival? Po, patjetër që po, dhe për këtë arsye ka shprit dëshirën me ardhë. Te ne do vitë bëjt qef, ndërsa në vene tjera do shkështu për performu për pare të mdoja, si që e kanë zakon. Dhe po, Endmia do performon të dielën në main stage, dhe gjithë artistët i kemi publikuar me orare të tyre se kush ku do të performon, dhe në këtë mënyrë njerëzit para se marrë në mund të bëjnë një plan, një agjense, ku dhe cili artist i tyre i preferuar do luan. Patjetër, po pra si që po e shohim edhe këtë edicion nuk po mungojnë emrat shquar të muzikës elektronike dhe që janë të njohur botërisht. Ashtë sfiduese me i sjellën përgjithësi ose me i bo bashkë me një vend një numër kaq të madh artistish, duke marrë parasysh edhe faktin se shpesh nuk është ndoshta vështirë me përku me datat e koncerteve. Është sfiduese ana financiare, është sfiduese ana logjistike, është sfiduese ana organizative, është sfiduese domethënë që ti akomodosh, sistemosh, menaxhosh, koordinosh mbi 20.000 musafirët që vizitojnë Shëngjinin për atë ditë, por vlen të theksohet se nuk mungon përkraja nga Republika e Shqipërisë, nga aparati i shtetit të Shqipërisë, ku i gjithë aparati i shtetit të Shqipërisë qohet në këmbë dhe në dispozicion që të lehtësohet organizimi dhe mbarvajtja e Unumit, që nga mbëritja e turizmit në aeroport deri te shkuarja atyre në Shëngjin, ku neve kemi aty furgona, transport, dhe me thonë që ka çdo orë, dhe me thonë që do ketë nga 4 qershori deri me
8 qershor, si në ardhe dhe në këthim, apo vojt jo ardhe që shtojnë në Shqipëri. Edhe normalisht e kemi përkryer nga zyra kryeministrit, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Turizmit, Policia e Bashkisë së Lezhës, Prefektura e Shëngjinit, thoni gjithë shteti shqiptar qohet në këmbë dhe din rëndësinë se si një festival mund të sjellë shumë turist dhe të rritë dhe forcon ekonominë e pushtetit lokal. Shembull konkret tjetër është Kanye West që janë duke organizuar në Tiranë. Deshta vetëm ta bëni paralele, se është pak a shumë logjike dhe filozofia e njëjtë. Më thonë, Republika e Shqipërisë e din rëndësinë se si këto koncerte sjellin dobi edhe ekonomi në qytet, në shtet, në imazh, në PR kështu me radhë. Uroj që shteti jonë ta shpëstilaj, se kom folë balherën e ndjekin të gjitha shembuj. Të ndjekin këtë shembuj, sepse festivalet me të vërtet sjellin dobi, ekonomi dhe PR të mirë për vendin. Edhe uroj që shteti jonë të përkra festivalet të tilla në të ardhmen, sepse këto, domethënë, janë organizatorët e festivalit janë ambasadorë të vërtet për promovimin e vendit tyre nga ku vinë. Patjetër, po duke mos dashur të ndalemi te statistikat, vetëm më intereson ta di ndoshta ju pavarësisht e dini se si qëndroni me statistikat, si festivali me i sjell publik. Po gjithmonë ndërmjet 20.000, 25.000, ndoshta 30.000 poshtë në lart qëndrojmë, sepse Shëngjini ka kapacitet që t'i akomodon mbi 20.000 shtretër. Shumë njerëz më bojnë pse Shëngjin, pse një jug, jo po jugu jo shper, jo po kështut. Jugu është me vërtet është fair, por nuk ka infrastrukturë dhe nuk ka më shumë kapacitet se 3.000 persona që t'i akomodon. Ka që ka infrastrukturë, ka që ka kapacitet dhe nuk ka aeroport. Padyshim aeroporti i Vlorës është në përfundim e sipër, po Shëngjini është një picë strategjike, një trekëndësh ndërmjet Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë, Mualizi, ku për shembull aeroportin e Tiranës e ka vetëm 1 orë, aeroportin e Prishtinës e ka 2 orë e gjysmë, aeroportin e Podgoricës e ka 2 orë e gjysmë, aeroportin e Shkupit e ka 4 orë, domethënë neve shikojmë këto lidhje logjistike, domethënë të aeroporteve, se si një turist kur të vinë në Shqipëri mund ta ketë qasën më të lehtë, më të shpejtë në festival apo në hotel. Domethënë nuk ka logjik që të organizohet një festival ku aeroporti është 8 orë apo 9 orë ose ku do të jetë. Kjo është shumë e rëndësishme. Prandaj kjo është një prej arsyeve pse ne organizojmë festivalin në Shëngjin. Po si gjithmonë infrastruktura e bën vetëm, kështu që nuk kemi se si të mos e shmangim si problematika, po edhe lehtësim në organizim. Po për ata të rinj që ndoshta po na ndjekin në këto momente përmes ekranit të KTV-s, edhe ndoshta si vjet për herë të parë kanë vendosur me u pjesë e unumit. A mundemi me informu pak rreth aktiviteteve që organizohen në kuadër të festivalit edhe gjatë ditës? Po, aktivitetet gjatë ditës ka, është Beach Stage i cili punon me programin e saj nga ora 9 mëngjes deri 9 mbrëmje. Edhe për Beach Stage kemi publiku programin e artistëve se ku shku dhe në çfarë ore do luan. Mund të futen në Instagram të Unum Festivalit apo në platformën tonë unumfestival.com. Aty është programi se ku shku do luan, përpas muzikës është deti, cilën mund ta shfrytëzojnë pa fund, mund të lanë, mund të reziten, mund të freskohen, edhe koha duhet me diell, domethënë koha mirë do të na përkra. Edhe normalisht neve kemi një pazar të madh të punëve të ndryshme artizanale nga dizajner të ndryshme nga Kosova, Shqipëria dhe Evropa. Edhe ku shkojmë me marr pjesë e kemi publiku. Edhe ata gjatë gjithë vitit përgatisin gjëra shumë të veçanta të cilat mund njerëz të gjejnë vetëm aty, t'i blejnë për çmime të volumshme dhe nuk mund të shohin nëpër dyqane të tjera apo nëpër website-a, platforma të ndryshme. Kështu që njerëzit kanë çka të bëjnë që të vinë edhe ditën, ta shfrytëzojnë plazhin, të hajnë diçka, dëgjojnë muzikë, kështu me radhë. Patjetër. Po, se e di që është pjesë e rëndësishme, ndoshta aty të është bëbajat me diskutu këtë pjesë, po ne duhet të bëjmë pyetje patjetër edhe për pjesën e ofertave rreth transportit apo bilet, apo gjithçka që duhet me ditë të gjithë ata që dojnë më bëj pjesë në festivalin. Bileta e përgjithshme është 99 euro për gjitha ditët dhe gjitha netët, kështu që mund ta blejmë përmes platformës unumfestival.com, domethënë online.
Gjithashtu kemi partnerin tjetër të biletave Rave Travel, ku aty mund blej njerëz bileta dhe fizike online. Është edhe paketa me bileta me akomodim me transport, e cila është 239 euro. Edhe ta mund ta gjeni në festival.com. Edhe gjithashtu pas përkërcave shumë të mëdha, do ketë edhe bileta ditore nga 59 euro deri në 99 euro, varësisht nga ditët. Edhe ti mund të gjeni gjitha informacionet në Instagram edhe në platformën tonë unifestival.com. Gjithashtu, shumë e rëndësishme vlen theksohet që do ketë edhe transport do më thonë me furgona që është privat, ku njerëzit mund të blejnë një bilet 30 euro për të gjitha ditët, edhe atë transport mund të shfrytëzojnë 24 orë për të gjitha ditët, do më thonë bëjtja ardhe. Po është e volitshme, dhe ju rekomendoj që mos të marrin taksi ilegal, sepse normalisht çmimet po janë ndryshme, le ta shfrytëzojnë transportin që kemi të organizuar ne, është i volitshëm, nuk është shtrenjtë 30 euro për gjitha ditët. Edhe t'i bëjnë prenotimet e hoteleve përmes platformave Airbnb, Booking, website-it ton, më thonë ka variatetet ndryshme, si apartamente, si banesa, si hotele, gjithandej në më thonë. Sigurisht edhe për çështje sigurie, kjo do t'ishte metoda më e mirë për të vepruar për të rinjt. Mirë, po du me ta bo një pyetje, me qenë se ka vite që je pjesë e organizimit të kësaj ngjarje, që sipas mendimit tim është një festival shumë i madh, me gjithë këta njerëz që i mirëpret edhe gjithë ata artista që ngjiten në skenë. Sot kur e sheh Unumin, është ashtu siç e kishit minuar në fillime? Nuk, po mënej është, po nuk e këshim paramenu që për një kohë ka shkurt që do evoloj që ka që shumë. Dhe normalisht pandemia neve nga ka bo që të jemi festivali, pas pandemisë ose pas karantinës, ne kemi qenë festivali parë që e kemi organizu në Evropë. Dhe kjo nga ka bo që të ngritemi shumë lartë për vite ka shpejt. Edhe normalisht që pres që Unumi të rritet hala, po për 7 vjetë besoj që kogja kemi bobuj edhe kemi arrit të jemi listën e njerëzve të festivaleve të preferuara të Evropës. Po çfarë karakterizon sipas mendimit tënd Unumin ose cila është ndoshta ajo pika që ty të bën më shumë ti krenar që je pjesë e këtij festivali? Është muzika, është njerëzit që punojnë aty, është lokacioni, është mesazhet që japim, njerëz pozitiv që vinë aty, që vinë vetëm për muzikë. Paka shumë po. Dobi që i ka sjell turizmi. Dobi që i ka sjell, po janë shumë elemente, po këto janë elementet kyqe. Edhe nuk e di, nuk e komendu shumë këto. Shumë pyetje mirë. Ta mendoj edhe herën tjetër kur vi, do të përgjigjem pak më detaj. Faleminderit shumë. Se kur angazhohesh, e marr me mend që kur angazhohesh me kaq shumë vullnet në diçka. Faleminderit. Duhet ta ketë një anë që ty të mbërthen me u bë pjesë e tina. Mirë, pa dashur me u ndal shumë te problemet, a ju kanë shoqëruar si vjet ndonjë sfidë që ndoshta ju shkaktoi probleme? Jo, zakonisht sfida është moti. Po njëherë patron në Shëngjën shi, pat nalë me njëherë edhe duke di gjithë shka ka shku. Nuk ka probleme të që. Ka flat ditë, me thonë. Po, adin, aty bjen shi, po është vend turistik, vend i detit që, me thonë, vjen nalët edhe nuk është najfar probleme. Sfida tjera, ka të sfida tjera teknike ato s'nalën, po gjithmonë janë njerëzit profesionistë të cilët përkujdesen për to dhe i menaxhojnë shumë lehtë. Mirë, këtë pyetjen e fundit, çfarë tutjes po ta bëj që ta lëm kështu të rikthehesh prapë në Ekspres me inda informacione. Uroj që gjithçka shkon mirë me këtë edicion. Faleminderit juve që na keni përkrahur që nga dita e parë, jemi shumë mirënjohës edhe ju mirëpresim. Faleminderit shumë. Faleminderit ju.